kam derë dhe kënaqësi që sot së bashku me ju të shënojmë përmbylljen e javës së imunizimit të një programi shumë të rëndësishëm global, i cili jo vetëm që parandalon shumë smundje në gjithse përmes këtij programi, por edhe bën mbrojtjen e shëndetit të popullatës sonë. Në këtë javë ne jo vetëm që promovojmë rëndësinë e vaksinimit, por gjithashtu angazhohemi për të rritur ndërgjegjësimin, për të përmirësuar qasjen dhe për të fuqizuar besimin e qytetarëve në sigurinë dhe efektivitetin e vaksinave. Në Kosovë, përmes përkushtimit të profesionistëve shëndetësorë dhe përkrahjes së partnerëve tanë, në këtë rast do të veçoja me qenë se janë të pranishëm Organizatën Botërore të Shëndetësisë dhe UNICEF-in, në veçantë kemi arritur që të mbrojmë fëmijët tanë dhe komunitetin nga shumë smundje të rrezikshme që mund të parandalohen përmes vaksinimit. Programi i zgjeruar i imunizimit konsiderohet si proces i suksesshëm në kuadër të fushës së shëndetit publik në Kosovë. Zbatimi i programit të zgjeruar të imunizimit është një nga prioritetet e qeverisë së Republikës Kosovës me qëllim të parandalimit të sëmundjeve vaksinë preventabile, duke synuar përfshirjen e plotë të gjitha komuniteteve të cilat jetojnë në Republikën e Kosovës. Ministria e Shëndetësisë siguron qëndrueshmëri financiare për program të imunizimit përmes sigurimit të vaksinave, në bashkëpunim me Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, si mbikëqyrës i zbatimit të programit dhe institucionet e kujdesit parësor shëndetësor si institucione zbatuese, është siguruar qëndrueshmëria e këtij programi në përgjithësi dhe konsiderohet një ndër programet më të suksesshme të shëndetit publik. Me përpjekje të vazhdueshme të Ministrisë dhe Institutit, gjatë vitit 2023-2024 është pesëfishuar buxheti për vaksina dhe është bërë një hap i rëndësishëm drejt zgjerimit të programit të vaksinimit për fëmijët dhe të rinjt. Kalendari i rregullt i vaksinimit është pasuruar me 3 vaksina të reja, vaksinën kundër pneumokokut, rotavirusit dhe vaksinën kundër human papilloma virusit. Fillimisht me vaksinën HPV në vitin 2024 janë përfshirë vajzat, ndërsa në vitin 2025 është zgjeruar duke i përfshirë edhe djemt e moshës 11 deri në 12 vjeçare. Dhe në këtë mënyrë, këto vaksina ofrohen falas për gjithë fëmijët dhe grupet përkatëse, duke shënuar një arritje të madhe në drejtim të barazisë dhe qasjes në shërbimet cilësore shëndetësore. Të gjitha aktivitetet që nga viti 2023 janë realizuar sipas planit të veprimit dhe ky plan është përditësuar edhe 2 herë dhe së fundmi tash është përditësuar plani i imunizimit për vitin 2025-2026 dhe janë të lidhura pra sërish me rritjen e mbulueshmërisë së vaksinimit dhe ngritjen e kapaciteteve përmes trajnimeve, vlerësimeve dhe fushatave të ndryshme duke përfshirë vaksinimin kundër human papilloma virusit të vajzat dhe djemt dhe komunitetet vulnerabile. Vetëm gjatë vitit të parë të zbatimit të programit, duhet të theksoj në veçanti për vaksinën HPV, në vitin 2023 janë vaksinuar mbi 10.000 vajza të moshës së targetuar, për 85% kemi mbulueshmërinë, ndërsa këtë vit deri me datë 24 prill janë vaksinuar 13.169 vajza dhe djemt. Në emër të institucioneve dhe qytetarëve të Kosovës, dëshiroj të shpreh mirënjohjen e thellë për profesionistët shëndetësorë për punën e tyre të palodhshme, për kushtimin dhe profesionalizmin që tregojnë çdo ditë në mbrojtjen e shëndetit publik. Java e imunizimit është një moment i rëndësishëm jo vetëm për të promovuar rëndësinë e vaksinimit, por edhe për të nderuar rolin jetik të profesionistët shëndetësorë që luajnë në këtë proces. Faljush, mira fëmijë dhe të rritur në vendin tonë janë të mbrojtur nga smundje të rënda dhe falë për kushtimit tuaj për ofrimin e vaksinave në gjithë vendin. Më duhet të falenderoj edhe në veçanti edhe mësimdhënësit dhe prindrit për bashkëpunimin të cilin kanë treguar për gjatë këtyre viteve në mbulueshmërinë dhe arritjen e synimeve tona kombëtare. Gjithashtu, falë punës së palodhshme të juaj, ka arritur që Kosova të jetë e njohur edhe ndërkombëtarisht sa i përket programit të imunizimit dhe të jetë ndër storjet e suksesit dhe të shërbejë si shembull edhe për shumë vende tjera të botës. Shfrytëzoj rastin që nga kjo tryezë, po ashtu t'ju bëjmë thirrje që gjithë qytetarët, institucionet, mediat dhe organizatat që jo vetëm gjatë kësaj jave, por në vazhdimsi të shpërndajnë mesazhe të qarta, të bazuara në fakte
për rëndësinë e imunizimit, sepse një komunitet i vaksinuar është një komunitet i mbrojtur. Ju faleminderit për pjesëmarrjen dhe për kushtimin tuaj të vazhdueshëm për shëndetin e qytetarëve tonë. E para është që vaksinat janë mjetet shumë efektive për parandalimin e sëmundjeve ngjitëse dhe që falë vaksinave kanë arritur të eliminohen disa sëmundje ngjitëse. Shembullin e kemi që prej vitit 2002 Kosova llogaritet që nuk e ka më sëmundjen e poliomielitit dhe për këtë kemi edhe certifikatën nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Megjithatë, me vaksinim edhe është zvoglu rastet e reja të shumë sëmundjeve tjera ngjitëse, të cilat në fakt janë vaksinë preventabile. E dyta që dëshiroj ta rrithej kësaj është që vaksinimi kontribuan në rritjen e shëndetit të popullatës, qoftë në tërësi, qoftë të grupeve të veçanta të tyre. E para fillojmë me fëmijët, prandaj edhe bëjmë vaksinimin e obliguar për fëmijë, meqense e kanë gjendjen imunitare më të brisht, por pastaj këtyre i bashkangjiten edhe grupe tjera, siç janë të moshuarit, të sëmundjet kronike, por edhe persona të cilët mund të jenë të shëndosh, por për shkak të profesionet që kanë janë të rrezikuar e që në këtë rast jemi shumica prezente këtu punëtorët shëndetësor. Sendi tjetër që dëshiroj ta theksoj, gjithmonë është me rëndësi informata që e kemi, gjithsesi saktësia e informatës që e kemi për imunizimin, dhe po ka raste kur prindrit hezitojnë të vaksinojnë fëmijët e tyre, ose ndoshta nuk i kanë informatat e qarta dhe për shkak të saj kanë më dyshje për vaksinim. Falë punës sonë të madhe, numri i tyre është i vogël në Kosovë, por megjithatë ekzistojnë. Sot të gjithë jemi mbledhur të e përmbledhim të gjithë javën e imunizimit me shumë aktivitete. Jo rastësisht, sot të gjithë jemi bë bashkë për një qëllim të përbashkët. Domethënë, jam e lumtur që po e shoh çdo profesionist këtu, të cilët e kemi në një rrugë të përbashkët në sfidat, në arritjet, edhe në ndërgjegjësimin e popullatës në rasti të vaksinimit. Sfidat të cilat jemi duke u ballafaquar i prezanton Organizata Botërore e Shëndetësisë, duke shënuar që 22.000 fëmijë janë mbetur pa marrë dozën e parë të vaksinës MMR, pra kundër fruthit, rubellës edhe parotitit, ku në të njëjtin vit, 2023, janë lajmëruar 10 milion raste të reja me fruth, ku ne si profesionistë shëndetësor nuk e pranojmë këtë fakt, meqense vaksina është në përdorim, është një vaksinë shumë efektive, shumë e sigurt, edhe shërbet në çdo qendër mjekësisë familjare, pa të holla edhe pa termen. Gjithashtu këtë javë ne edhe festojmë si sukses i arritur brenda viteve, që nga vitin 1974, kur është lancuar programi i vaksinimit, i kemi mbrojt 145 milion, i kemi pandalu vdekje, të cilat janë praparsisht 3 milion parandalimit të vdekjeve në vit, apo 6 jetë në 1 minut brenda këtyre 50 viteve. Domethënë, kjo është gjithashtu e vlen të theksohet edhe suksesi i vaksinimit në Kosovë, ku jemi si shembull i mirë në shumë shtete evropiane me një mbulueshmëri shumë të lartë të vaksinimit, me një situatë të qetë të sëmundjeve vaksinë preventabile, domethënë që ajo paraqitja e mbulueshmërisë në krahasim me sëmundje të cilit i kemi prezent në Kosovë e tregon një sukses edhe një parandalim të mirë të këtyre sëmundjeve, në bashkëpunim domethënë të gjithë së bashku, e tha dhe drejtoresha, bashkëpunimi i Ministrisë Shëndetësisë, Institutit edhe të gjithë profesionistëve shëndetësorë në çdo cep të Kosovës, të cilët kontribojnë në rritjen e mbulueshmërisë, është një përmbledhje e të gjithë këtij suksesi. Në vitin 2020 është lancuar Agjenda Evropiane e Imunizimit të OBSH-s, ku është cekur që deri në vitin 2030 janë paraqitur disa
sfida edhe disa arritje të cilat duhet të bëhen të arrihen deri në fund të vitit 2030, ku cekat edhe eliminimi apo eradikimi i poliomijelitit, ku tani i kemi vetëm në 2 shtetet të botës, në Afganistan dhe Pakistan, domethënë 99% të poliomijelitit është eliminu në botë. Gjithashtu vlen të ne gjithmonë e përmendim eradikimin e variollës, ku e shohim një ëndër që të eradikojnë të gjitha smundjet tjera vaksinë preventabile, domethënë ëndër e secilit punëtor shëndetësor në Kosovë, edhe ne edhe instituti edhe të gjithë ata të cilët kanë në dorë suksesin e vaksinimit në Kosovë e kanë një ëndër që të mos e kemi asnjë rast të vdekjes me smundje vaksinë parandaluese. Fatkeqësisht i kemi pas një rast të vdekjes 2015 me tetanos, një smundje që ishte haruar me dekada, pastaj 2 raste të vdekjes me fruth, gjithashtu edhe fruthi me dekada nuk e kemi pas asnjë rast. Domethënë të mbajmë këtë sukses të vaksinimit në bashkëpunim të gjithëve. 5 pikat të cilat janë fokus gjatë vitit 2015 nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, e para është barazia, domethënë të gjithë të kenë qasje të barabartë në vaksinim. Pa barazia në shumë shtetet evropiane e ka bërë qatë hendekun të cilën na të gjithë e hulumtojmë edhe e luftojmë për që të mos e kemi asnjë fëmijë të vaksinuar kudo në botë, po edhe në Kosovë. E dyta është zbulimi i vaksinave të reja, inovacioni në rrugë për të eliminuar secilën smundje, ngjitse vaksinë parandaluese, ku vlen të theket zbulimi i vaksinës së malarjes, ku deri tani janë administruar 18 milion doza kundër malarjes, një smundje vdekjepruese, ku deri në 2030 parashihet eliminimi deri në 90% të rasteve të vdekjes edhe të smundshmërisë në 17 shtete të Afrikës. Gjithashtu zbulimi i vaksinës HPV, ebolës, mpoxit edhe virusit sincicial respirator. Çdo vaksinë e re e cila zbulohet është një mrekulli për të gjithë botën edhe për ne në Kosovë. Ministria e Shëndetësisë e ka përkrah programin e vaksinimit me e tha dhe doktoresha Dafina dhe doktoresha Ardita në sigurimin e vaksinave të sigurta, të kushtueshme, edhe është shumë fishu buxheti për sigurimin e vaksinave për të gjithë fëmijët e Kosovës, edhe implementimi i 3 vaksinave të reja që është bërë shumë me sukses. Këtu mund të përmendi edhe trajnimi i 1500 punëtorëve shëndetësor, u përmend edhe patrolla për imunizim i cili do të implementohet në kurrikulin e arsimit për fëmijët në klasën e 6, që do të jetë një mrekulli, meqense fëmijët do ta marrin informatën dhe do ta shpërndajnë te prindërit. Në aspektin legjislativ, strategjik, operativ është prek çdo hallk e programit të imunizimit është përkrah edhe për me pas një mundësi me mbrojt popullatën nga smundjet vaksinë preventabile, meqense është në duart tona.